Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht për të komentuar një moment shumë interesant. Unë kam shkruar disa gjëra. Për një moment që ju do ta shikoni tani në videon time dhe dua t'i kërkoj falje vajzës në fjalë, por nuk e nxjerr për keq, e nxjerr për mirë dhe dua të shpreh dhe këtë anën e gjestit që është kaq human, kaq fisnik, që ndoshta në shtëpinë e Big Brotherit banorët thonin që e ka për fytyrë, por unë besoj gjithmonë në shpirt, edhe unë mendoj që Zoti njeriun e mirë, me zemër të mirë, me shpirt bujar, e krijon si në fytyrë ashtu edhe në shpirtin e tij të mrekullueshëm. Në një botë që shpesh na tregon fytyrën e saj më të ashpër, ku pasuria, fama dhe lavdia shihen si qëllimi final i ekzistencës, janë pikërisht ata njerëz që ruajnë shpirtin e pastër dhe mirësinë njerëzore që na rikujtojnë se ende ka dritë, ende ka shpresë. Dhe një nga këta njerëz është Gjesti, jo vetëm artisti që me zërin e tij prek zemrat, por njeriu që në një koncert në Austri tregoi se çfarë do të thotë të jesh vërtet i madh. Ishte një natë e zakonshme koncertesh për shumë njerëz. Drita, zhurma, emocionet dhe adrenalina që mbushin sallën përpara se një artist të dalë në skenë. Por për një vajzë të re, në karrocë, pa mundësi për të lëvizur si të tjerët, kjo natë kishte një kuptim të thellë, një ndjenjë të fuqishme që e kishte shtyrë të kapërcente çdo vështirësi, vetëm për ta parë nga afër njeriun që i kishte dhuruar forcë përmes natyrës së tij, muzikës së tij dhe të gjithë momenteve në Big Brother. Ajo nuk kishte ardhur thjesht për të dëgjuar një koncert. Ajo kishte ardhur për të ndjerë zemrën e saj të rihte me ritmin e jetës, për të përjetuar atë magji që vetëm muzika mund të ta falë. Dhe mbi të gjitha, kishte ardhur për të ndjerë se edhe ajo kishte vend në këtë botë, në këtë realitet që shpesh haron ata që nuk ecin dot, por që ndjejnë më shumë se të gjithë. Gjestin e informuan që është jashtë dhe Gjesti doli. Gjesti e pa. Nuk e pa thjesht me sytë e një artisti që dallon dikë në audiencë, por e pa me sytë e shpirtit, e ndjeu, e kuptoi dhe nuk qëndroi indiferent. Nuk qëndroi prapaskene për të pritur duartrokitjet që zakonisht i takojnë artistit. Jo, ai doli prej saj, i u afrua, doli jashtë, atje ku ajo ishte, e buzëqeshi dhe i dha dorën ashtu siç Zoti do të donte që njerëzit i jepnin dashurinë njëri tjetrit, pa dallime, pa bariera dhe pa mëdyshje. Ishte një çast i thjesht për botën, por një përjetësi për atë vajzë, sepse nuk kishte më rëndësi që ajo nuk mund të ecte, nuk kishte më rëndësi që ishte në karrocë. Në atë moment, ajo u ndje e barabartë, u ndje e dukshme, u ndje e dashur. Dhe e gjithë salla heshti, e gjithë turma që më parë kishte broritur e kënduar, në atë moment lotonin, sepse përpara atyre nuk ishte më thjesht Gjesti, artisti që këndon këngë të bukura, por njeriu që u dha atyre një mësim për jetën. Fama, tha ai me gjuhën e heshtur të gjesteve, nuk është të kapësh qiellin me dorë, por të ulesh në tokë dhe të prekësh zemrat e njerëzve me dashuri. Të jesh i madh nuk është të ngjitesh në maj, por të ulesh kokën për të parë atë që ndodhen më poshtë, jo nga vlera, por nga pamundësia fizike. Ajo vajzë me sytë që ndriçonin nga mirënjohja dhe emocionet, mbante në duar një buzëqeshje që fliste më shumë se çdo fjalë, dhe në sytë e saj u pasqyrua Zoti. Zoti i mëshirshëm që na kujton përmes njerëzve si Gjesti, se mirëdashja është forma më e lartë e besimit.
Në atë moment, arti u kthye në dashuri, muzika në lutje dhe skena në tempull të mirësisë njerëzore. Ndoshta askush nga ne nuk do të haroj atë çast, sepse nuk ishte thjesht një akt i bukur për sy, por një dhuratë për shpirtin. Ishte ajo lloj ndjenje që të rënqeth trupin dhe të mbush me shpresë. Ishte ajo mrekulli që të bën të besosh se po, të jesh një njeri i mirë në këtë botë të egër, është bekimi më i madh që mund të jep Zoti. Dhe gjesti, në atë natë, nuk bëri vetëm muzikë. Ai preku parajsën dhe me vete na mori të gjithëve. Në një kohë kur bota rrotullohet rreth interesit personal, lajmeve të reme dhe ambicjes së verbër për sukses, gjesti zgjodhi rrugën më të vështirë por më të ndritur, rrugën e shpirtit të pastërt. Ai nuk kishte nevojë për kamera, për reklama apo për duar trokitje që të bënte një veprim të tillë, sepse zemrat e mëdha nuk veprojnë për spektakël, por për ndërgjegje. Dhe ndërgjegja e tij foli qartë. Çdo njeri, pavarësisht pamjes apo gjendjes fizike, meriton dashuri, përqafim edhe nderim. Vajza në karrocë ishte bërë pjesë e një historie që nuk do të harohet. Ajo nuk ishte thjesht një spektatore, por simboli i një force të pashoq që vjen nga dëshira për të jetuar, për të ndjerë dhe për të qenë aty. E ajo dëshirë u shpërblye me një përqafim hynor nga një njeri që nuk e pa si dikë të ndryshëm, por si pjesë të vetes. Dhe ky moment, kur arti e kalon kufirin e fjalëve të tingujve dhe shndrohet në mision. Shpesh jeta na mëson se lumturia qëndron në arritjet e mëdha, por në çaste të tilla që kuptojmë se madhështia e njeriu matet me madhësinë e zemrës së tij, dhe gjesti tregoi se zemra e tij është më e madhe se çdo skenë që mund të shkel, ai u bë pasqyrë e Zotit në tokë. Një dëshmi e gjallë se dashuria, dëmshuria dhe respekti janë fjalët e përjetshme që Zoti ka shkruar në zemrat tona. Ky veprim na mëson të gjithëve të ndalemi një çast nga vrapi i përditshëm dhe të shikojmë përreth, të kuptojmë se ndoshta dikush ka nevojë për një buzëqeshje, një dorë, një përqafim, sepse në fund të ditës, kur dritat fiken dhe zërat heshtin, ajo çfarë mbetet është kujtimi i veprimeve që na bën më njerëzor. Dhe gjesti me një veprim të thjeshtë por të fuqishëm u bë shembull për breza të tërë. Ai nuk bëri muzikat natë, ai shkroi një himn të shpirtit të mirë. Dhe besoj që sot kjo gocë, e cila me patjetër që është në shtëpinë e saj pasi që kishte shkuar e shoqëruar me motrën, është shumë e lumtur dhe ndihet shumë e dashur sepse të gjithë ne shqiptarët e duam aq shumë dhe e gëzojmë me lumturinë e saj.